Po, tashmë jemi në prag të një lufte të tretë botërore. Nuk e di i keni parë lajmet dhe keni vënë re disa intervista të çuditshme të disa liderave të huaj, duke filluar që nga Gjermania, pra nga Franca, nga Anglia e tjerë, bëjnë deklarata vërtet të çuditshme për një mundësi të një lufte mes NATO-s dhe Federatës Ruse, pra Rusisë. Bile një deklaratë të tillë e ka lënë edhe koloneli i forcave shqiptare Demiraj në një intervistë që kam parë, por unë dua që ta diskutojmë së bashku sepse nëse ndodh një luftë, çfarë ndodh me popullin dhe çfarë ndodh me botën në përgjithësi? Le ta diskutojmë. Si gjithmonë kush është rastisht e di bëj lajfaqe si shihemi sërish, nëse nuk e ka brenda, ju faleminderit që jemi prerë bashkë. Që nga kohrat që kanë humbur, akoma sot tregohet për një përplasje që do bëj Rusia me Amerikën ose Rusia me botën. E keni dëgjuar këtë? Si është e mundur që tregohet që në luftën e tretë botërore, që nga kohrat e lashta, pra jo lashta, por thuhet të paktën nga ka 500-600 vjet, që thuhet që do përplaset Rusia me Amerikën ose me botën dhe ajo do të jetë lufta e tretë botërore. Shikoni, kur e pyetën Einsteinin si do të jetë lufta e tretë botërore, ai u shpreh: nuk di t'ju them, nuk di të përgjigjem për luftën e tretë botërore, por mund të flas për luftën e katërt botërore, që do bëhet me shkopinj dhe me gur. Dhe e thënë kjo nga Albert Einstein, nga një nga shkencëtarët ku ende sot shkenca e avancuar bazohet tek idetë e tij, unë mendoj që është vërtet për ta diskutuar, sepse nuk është mendimi që ose diskutimi që do të ndodh apo jo. Kjo është faktike. Pra të gjithë po shkojnë drejt atij destinacioni dhe nuk e kuptoj se përse. Pra si është e mundur? Mos ndoshta është e projektuar çdo gjë? Pse? Pse duhet të ndodhë një gjë e tillë? Shikoni, Macron e tha haptazi. E tha haptazi që Rusia është një nga vendet që jo liberale që krijojnë probleme. Okej? Ti nuk mund të fajsosh një vend nëse nuk e baza. E megjithatë ai e bëri publikisht. Madje ministri anglez tha që ne duhet të mobilizohemi për të përballur një përbindësh të politikave të papranuara. Papranuara të çfarë? Të kujt? Dhe kurse kancelieri gjerman tha që do përballemi jemi të gatshëm për të përballur për një luftë. Suedia, Norvegjia e tjerë që edhe pse duke sikur janë asnjënës, prap janë me Anglinë, me Gjermaninë e tjerë, sepse janë vende nordike. Ndaj dhe situata është tepër delikate mes Rusisë dhe Gjermanisë, nëse keni dëgjuar. Pra, çfarë po ndodh? Dhe nëse do të ndodh një luftë, kush futet në mes të kësaj valleje? Si mendoni ju? Në parashikimet e Babavangës tregohet që do ketë vërtet një luftë të tretë botërore, ku Rusia do përballet me Amerikën, paktën kështu thuhet. Bile në disa profeci të profetëve më të vegjël, le të themi, sepse ka dhe disa profeci të vogla që nuk përmenden, vjen në pa përplasjet e Rusisë me dikë tjetër. Dhe pyetja është tani, pse duhet që të kundërvihen kundër Rusisë? Çfarë ka Rusia? Po e bëj juve këtë pyetje, unë dua të mbetem gjithmonë asnjënës. Dua që ta diskutojmë së bashku, sepse duke diskutuar së bashku padyshim diçka mësoj. Sepse duke lënë çdo gjë në harres, nuk mësojmë gjë. Duke parë gjithmonë, për shembull, Big Brother apo ku ta di unë, apo programe banale, nuk mësojmë gjë. Dhe informacioni duke jetuar në këtë botë, ne jemi të interesuar për informacione dhe informacionet janë të rëndësishme, sepse na ndihmojnë gjatë jetës. Në
Federata Ruse, në të gjithë Rusin, në qoftë se kam vëre disa intervista, në qoftë se keni parë, në qoftë se shkoni edhe pyesni se çfarë ndodhet, çfarë mendimi kanë etj, ata janë gati për luftë. Janë gati për luftë. Pra nuk po i mban, nuk po ata duan, por po i mban Putin. Pra pse thuhet që është Putin që po i nxit? Sepse siç thash, shikoni këto intervista, nuk është se po i shpikun. Shikoni ku populli thotë ne jemi me Putin dhe ne mjaft që të na tharrasin, ne jemi gati për luftë. Por duhet të dini që nuk është vetëm Rusia, në qoftë se do përballet me NATO-n apo me Amerikën apo ku ta di unë. Sepse pastaj vijnë aleatët e tjerë. Pra bashkë me Rusin mlidhet edhe Kina, edhe Korea. Tani Korea e Jugut nuk e di, por Korea e Veriut e pa diskutuar. Është India, është Japonia mbetet asnjëse sepse e ka kapur Amerika dhe nuk e lëshon për i vitesh, që në vitet 70, por keni edhe një pjesë të Afrikës që është me Rusin dhe Argentina, Brazili e tjerë. Pra, gjithë këto vende, në qoftë se ne, për shembull, bëjmë një llogari, sa ushtar ka Rusia? Vetëm Rusia ka miliona ushtar. Mos themi pastaj edhe miliona që ka Kina. Për mos të thënë, më duket mos gaboj, Kina ka rreth 20 milion ushtar. Është tmerrsisht shumë. Për mos të thënë pastaj për Koren, Korea e Veriut janë që të gjithë ushtar. Duhet të dini që në Korea e Veriut bëjnë ushtri, pra të detyruar, siç bënim ne, për shembull, ushtrinë e detyruar, që bënim, unë e kam bërë 2 vjet, ju sa vjet e keni bërë? Ju të rinjt jo, por diku në moshën time, për shembull, e bënin 2 vjet. Disa e kanë bërë dhe 3 vjet, mbaj mend. Dhe po thoshja, në Kore bëjnë ushtri të detyruar 17 vjet, bile edhe 20 vjet. Po, e dini se ç'do thotë kjo, janë që të gjithë ushtar. Dhe atyre nuk u intereson që kur dalin në luftë, ata nuk duhet t'ja din fare, dhe sikur t'japin jetën, sepse i therret partia. Kështu që në qoftë se mblidhen që të gjitha këto ushtri së bashku, sa milion ushtar janë? Po flas vetëm për ushtarët këtu, Pra, në qoftë se mblidhet Afrika, Kina, mos themi pastaj është edhe Serbia në mes. Serbia është me Rusin, apo jo? Pra, në qoftë se mblidhen këto dhe mund të dalin në një shtet, edhe pse nuk duket tani që është aleat, mund të dali që një shtet të dali aleat me Rusin, sepse preken kufijt apo preken probleme të rënda që nuk mund të rrijë aty ai, për shembull ai shtet. Ja fuskot, për shembull, Republika Çeke, edhe pse duket që është me Evropën, por edhe Lituania apo Letonia. Pra, në qoftë se mblidhen të gjitha këto ushtri, sa ushtar bëhen në përgjithësi, të gjithë bashkë. Dhe në qoftë se vim nga ana tjetër, gjithë ushtria e NATO-s, sa mund të jetë? Pra, e përballin dot për sa i përket numrit të ushtarëve, po flas e përballin dot anën tjetër, përballen dot mes tyre dhe tjetra. Po me arsenale. Sepse në qoftë se V3, këto deklaratat e këtyre ministrave, është e vërtet që janë deklaratat forta, por mbajni mend që Ursula, presidentja e Komitetit Evropian, lëshoi një buxhet, kërkoi që të lëshojë një buxhet për armatim, që është një shifër marramendse. Pra, duket sikur çdo gjë është projektuar me kohë, është përgatitur me kohë dhe tani po vjen momenti që të përgatiten në përgjithësi, sepse duhet të mobilizohen, sepse nëse do shkosh në luftë duhet të mobilizohesh. Si bëhet mobilizimi? Duhet kohë, nuk duhet një ditë, nuk duhet një muaj, ndoshta duhen vjet, disa vjet, 2, 3, ndoshta 4 vjet. Dhe në qoftë se këta po mobilizohen, kur mund të ndodhë një luftë?
Dhe në qoftë se ndodh kjo luftë, çfarë ndodh në përgjithësi në botë? Siç ju thash, Einstein thoshte për luftën e 4 botërore, sepse lufta e 3 botërore sipas tij do të jetë një skëter, një shkatërim total. Dhe ne shpresojmë që mos të ndodhë një gjë e tillë, sepse nëse përplasen dy gjigant të mëdhenj, pra NATO me Rusinë dhe gjithë aleatët e saj të Rusisë, unë them se shkatërimi do jetë i madh. Dhe do iki një pjesë e madhe e popullsisë botërore, sepse kemi të bëjmë në këtë rast me kontinente të tëra që do përfshihen në luftë. Por ka një diçka. Tashmë lufta nuk bëhet më si dikur, dhe në qoftë se Putin, për mendimin tim, nëse Putin do ndihet i prekur, pra edhe nga Evropa, ai është i detyruar të lëshojë predha gjithandej. Dhe predhat e tij mund të arrijnë kudo. E di që ne kemi edhe kundër predha, por ka disa sisteme që janë tepër komplekse sot. Dhe në një situatë të tillë e ha vetëm populli, e ha njerëzit. Kështu që unë mendoj që nëse është organizuar diçka, siç ju thash, sepse kjo më bën të mendoj, nëse është organizuar diçka, është organizuar vetëm për një pastrim, sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Pse duhet të kundërvihesh ti, ti kundërvihesh Rusisë kur po zgjidh një problem të vendit të saj. Pra ka që rëndësishme që kërka Ukraina për botën, ti e ke në Gaza po vriten miliona njerëz. As nuk e çan kokën njeri fare. Keni Sirin, u shpartalluan miliona njerëz, nuk e çau kokën njeri fare. U harrua edhe atje. Pra keni gjithë këto vende, edhe Irakun, që në fund u zbulua që nuk kishte armë Iraku, atëre e shkatëruan totalisht. Keni edhe Libanin. Edhe Libani njëkohësisht. Pra u harruan që të gjitha këto dhe tani merren me Ukrainën. Pra në këtë rast më bën të mendoj që nuk është Ukraina kaq e rëndësishme për botën. As nuk i intereson fare botës, por i intereson diçka tjetër. Ose intereson Rusia në radhë parë, ose intereson që të pastrojë, të bëjë një pastrim total të një pjesë të madhe të njerëzve. Shpresoj që të mos jetë kështu, por mendoj, thash, që mundet jetë kështu, thash, është një pyetje kjo që po bëj. Kështu që do dëshiroja një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni. Dhe le ta diskutojmë, sepse jemi pjesë, ne jetojmë në këtë planet drejt që e mori. Jetojmë. Kemi fëmijë, kemi familje, të gjithë kemi fëmijë dhe familje. Dhe unë nuk e kuptoj, dhe këta që provokojnë luftrat, a nuk do preken nga luftrat dhe këta? Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë ju përqafoj dhe shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë dhe mos të ketë asgjë. Kalofshi bukur.